Ndërtuar nga Italia gjatë 30 vjeçarit të parë të shekullit të kaluar, fusha aviacionit të Shtojit, vetëm 4 kilometra në veri të qytetit të Shkodrës, ndodhet sot në një gjendje të mjerueshme. Ndonse ende figuron në inventarin e Ministrisë së Mbrojtjes, në praktik kjo hapësirë është trajtuar si një pronë pa zot. Një sipërfaqe mbi 20 hektar, zona është kthyer në një shesh hedhjesh inertesh dhe mbeturinash që nga viti 1997. Kur u shkatruar reparti ushtarak i radiolokacionit që monitoronte kufit ajror të veriut të Shqipërisë. Banorët e Grudhës së Re kujtojnë mirë periudhën kur kjo fushë ishte një pikë strategjike për stërvitjen e pilotëve dhe helikopterëve të ushtrisë shqiptare. Përveç funksionit të saj si bazë rezervë ushtarake ajrore, ata shprehin indinjatën për braktisjen e saj. Se s'm kujtohet. Ushtria ishte aty, ishte këtu. Këtu, se i cilë që edhe këtu, kur është tregu, na zanë krejt rrugën. Për mos me parku, po me parkuatje me lek. Jo mirë. Po shtetin ku e kena? Pse shteti nuk shef atë, kanë hidhë gjitha metorinat e ngurta, as kush të banza. Shteti do të funksionojnë. Kur shteti nuk funksionon, populli ban ata çadën. Ministria e Mbrojtjes ka në inventarin e saj, por deri më sot nuk ka paraqitur asnjë projekt për të ardhmen e kësaj fushe, e cila ndodhet shumë pranë qytetit të Shkodrës. Ndërkohë nga pushteti vendor i Shkodrës, organizata turistike dhe ekspertë të aeroportëve nuk kanë munguar sugjerimet për të rikthyer këtë zonë në një aeroport për qëllime turistike. Megjithatë, të gjithë këto kanë mbetur vetëm në nivel idesh, pa asnjë projekt konkret. Sipas specialistëve, në krahasim me investimet në zonat e tjera, kostoja për rehabilitimin e fushës së aviacionit të Shtojit do ishte shumë më ulët. Një mundësi mirë për zhvillimin e turizmit dhe infrastrukturës ajrore të veriut të vendit.